jo së fundi, po kjo është trend i cili e ka përcjell Kosovën tash 26 vite. Të thotë nuk ka ndalje, nuk ka ramje, po ka vazhdimsi të aksidenteve në komunikacion. Po shiqo, nuk është problemi që rruga nuk është e mirë, nuk është problemi që rruga s'është mirë mbajt, nuk është problemi që rruga nuk ka sinjalizim horizontal e vertikal. Problematika qëndron që na nuk e respektojmë shpejtësinë e lëvizjes. Atje shkruan për shembull 120, 130 në autostradë, kurse na e bëjmë gati dyfishin e saj. Edhe si rezultati i kësaj ne kemi tonë numër të madh të aksidenteve. Qofse më kishe pyet mua pse ndodh kjo? Tash këtu e ka fajin shteti, sepse mungon inteligjenca artificiale, radarët mobil statik edhe kamerat. Kamerat së fundi kanë filluar veç mu vendos, kurse radarët mobil dhe statik jo. Për shembull në vendet e Evropës zakonisht vendosen radarët në pajisje elastike, në shtylla të ndriçimit, apo vendoset në automobil kështu, edhe ai i merr të dhënat, do të fotografon, i merr numrin e tabelave edhe personin, vetëm shoferin, jo edhe pasagerin, për arsye të privatësisë. Edhe këto të dhëna i përpunon me një qendër kontrolluese dhe së rezultati i kësaj çdo personi i shkon xhoba atje ku do të t'i shkon xhoba në derë të shtëpisë, të banesës apo vendeve ku veç banojnë. Kësaj çdo edhe Kosova të funksionojë shumë më herët, sepse ata e kam pa që nuk mjafton vetëm syri policit. E kam thënë një herë, do ta përsëris edhe tash, që na policin nuk e kem të korruptuar, po e kem dembel. Policia jon priton me bë punën, ta kum pa në vet, shkon mas njeriut ku nuk jap shaj, edhe nuk e gjobit, hyn dritën e portokall prapë se jap shaj se gjobit. Unë e kam një përshtypje që nështë edhe këta vetë bojnë qëta policia. Së rezultati krejt kësaj ndodh kjo. Pastaj kemi një numër të policëve dhe të policëve që nuk kanë as patent shofer, ata vetë si di rregullat e komunikacionit, po çka është më shqetësuese, nuk kemi kontroll të alkoolit edhe të drogës. Për shembull, persona kocult konsumojnë alkool dhe drogë, edhe na nuk kena aparata mac me mat cilët janë ata edhe mi identifiku. Edhe së rezultati kësaj kemi jo rrallë here qytetarë që në ndikimin e këtyne dy substancave ata e ngasin automjetin. Nëse nuk ka kufisim të shpejtësisë, po e supozojmë që rruga Prishtinë-Gjilan s'ka kufisim të shpejtësisë, apo atëherë çka? Na duhet me ditë në cilën kategori të rrugës jemi të lëviz. Jemi të lëviz në rrugë nacionale, apo atë rruga nacionale kufizimi i shpejtësisë maksimum sa është 80 km/h. Ku e mësojmë këto? Në patent shofer. Nuk ka vend kështu. Ja dëgjoj. Nëse për shembull nuk ka sinjalizim horizontal, ne e shohim që është kthesë. Atëherë çka duhet me bos? Me ul shpejtësinë, me përshtat shpejtësinë. Ka rreshra atmosferike, jemi hinë sezonën e dimrit. Atëherë duhet me përshtat shpejtësinë e lëvizjes. Ja, nuk është kështu. Jemi të lëviz në rrugë regionale, nuk ka prap kufizim shpejtësisë. Po e supozojmë me kon që e di që ka. Po tash nuk pas ka. Atëherë në rrugë regionale sa lëvizet 60 km/h. Në zonë vendbanimit sa 50. Po ti del natën në midis Prishtinës e kije dyfishin e kufizimit shpejtësisë. Sepse është 40 km/h, 80-100 lëvizjen mas orës 12. Atëherë a nuk e din, a nuk e zbatojnë rregullën. Nuk është kjo, kjo është justifikim, thjesht justifikim. Kjo është kulturë, komunikacioni është kulturë. Nëse kemi na si popull turpin më të voglin e kemi në komunikacion. A i vje kujt turp, në qofë si thënë regullat e kufizimit shpejtësisë, po mirë, komësori, pse del pa zebra? Në Austri dënohet 75 euro. Komësori me dal pa zebra. Ku s'ka vend kalim komësorëve. Ose me parku automobilin ku s'duhet. 400 euro dënimi në Austri. A e bëjmë qështu? Atëherë do ta shohim kush tani ka fajt ku. Jo, është justifikim për ata cilët i shkelin rregullat e komunikacionit edhe dojnë mu justifiku, jo nuk pas ka shenja, jo nuk ku ka kjo, jo nuk ku ka jo. Jo, hajde të gjykojmë vetveten tonë. Ç'e kemi marrë patent shoferin? E kemi marrë me merit? Sa i di shenjat e komunikacionit? Unë të kisha bërë thirrje një ditë, që unë ti bashk me dal minal qytetarët, edhe e kam unë atllasin, edhe mi pyet, çfarë është ajo kjo? Ai të shohim qytetarët sa i din shenjat e komunikacionit mas janë kohën për këtë gjë. Unë nuk po justifikoj kërkan as komunë, as ministrinë, as jo, nuk po du m'ja bë as gjyqin, po as me shfaqsu.
Ama jo, kjo është justifikim i pa bazë. Unë nuk e di, atë duhet ta pyet në dikon në mbrana hierarkisë policisë, ata e din më mirë, po që janë demel nuk do më kjo.